Duke u nisur edhe nga pozita apo detyra që keni në organizatën turistike, na tregoni pak çfarë bën Gucinë veçantë për nga kultura dhe tradita. Gucia është e veçantë për përcjelljen e traditave me ndikime malësore dhe historike. Mikpritja, besa dhe ruajtja e ligjeve familjare janë pjesë e traditën tonë dhe identitetit e Gucisë, dhe që ajo pjesë e kulturës e Gucisë është diqysh shumë e famshme edhe shumë e veçantë, për që atan qatë rolin e kena marrë si organizata turistike për me zhvillu edhe për me prezentu qatë traditë edhe qatë historinë në botë. Gjithashtu edhe kultura e Gucisë është veshja popullore, kënga dhe vallja popullore, më të cilat ruajmë historinë dhe traditën nga Haris. Po, cilat janë traditat më të njohura këto në Guci? Traditat më të njohura, si që i kom përmend, janë që ajo mikpritja e njerëzve që jetojnë këtu, që ajo jetë tradicionale që hala janë ato e mbajt në 21 shekull, dasmat e veçanta, festimet familjare, si dhe ornamentet në qëllima që i kanë endur nanat e tona. Veshja jone dhe vallja jonë është identiteti me të cilën jena krenare edhe prezentojmë kudo që jemi. Po, a ruhen ende veshje tradicionale dhe kur përdorin më shumë të ato? Po, veshje tradicionale hala përdoren, edhe në ditë sotit na i veshim në për festa kombëtare, në për dasma, në aktivitete kulturale, edhe gjithashtu që ato veshje kombëtare veshen edhe përdoren në folklor. Kështu që gjithashtu edhe për veshjen e nuseve të tona dhe janë në pjesë me të cilën krenohemi hala. Çfarë roli kanë këngët dhe vallet popullore në këtë zonë? Këngët dhe vallet popullore janë pjesë e rëndësishme e identitetit kulturor, edhe tregojnë histori, trimeri dhe dashuri që kena për vendlindjen tonë. A organizon festa dhe aktivitete tradicionale gjatë tërë vitit flas? Po, gjatë vitit i organizojmë disa festa lokale, tubime folklore dhe disa aktivitete. Më e njohura është festa ndër emër Vera e Gucisë, edhe që ajo fest e kena bo si traditional, se na e bojmë për çdo vjet, edhe dyqysh tash ajo është më e njohura edhe gjatë verës e mbajmë mas shumti. A ka vende apo objekte historike që tregojnë historinë e vetë Gucisë? Po, ka shumë objekte që përmbajnë elementet e traditës dhe dëshmi të jetës dikurshme. Ma e njohura është që ajo dhoma e Gucisë, besoj që e keni inqizuma përpara, e cila përmban shumë vegla, pune, shumë elemente të jetës përpara, që kanë jetu në Guci, dhe mban kujtimin e mënyrës tradicional të jetës. Po, si ndikon turizmin ruajtjen e traditave? Turizmin, na në këtë vend, dyqysh e kena lidh turizmin me traditën, sepse e kena pa për çdo vizitor që ardh, që to edhe e ka vizitu këtë vend, e ka pas shumë interesant traditën tonë edhe historinë, për që ata e kena pa një farë shanse ku mundem me lidh turizmin me historinë edhe traditën. Po kur është Gucia më e vizituar gjatë vitit? Qysh e kom përmend edhe qatë manifestim të verore, edhe në qatë kohë na nivelin e turistave edhe vizitorët i kena në nivelin më të lartë gjatë verës. Duke u nisur me vizitore apo me turizëm, ne kuptojmë që kur vinë turistët, ne gjithmonë ju japim një sugjerim. Çfarë tërheq më shumë të turistët kur vizitojnë Gucinë? Përmes komunikimit me turista edhe që e kom vrejt vetë, kom mujt me zbulu që mas interesant e kanë këtë vend edhe natyren që është pa prekur. Gucia është rrethu me male edhe me bjeshke, që hala për një me e ka natyren e pa prekur edhe që ajo po mduke që është ma e veçantë. Po çfarë mesazhe keni për trin, për ruajtjen e kulturës dhe traditave tona, flas jo vetëm për të rinjtë e Gusinjës, por në përgjithësi në treva shqifolse? E kisha dërgu mesazhin që duhet të keni me pas krenari për rënjet e tyre, edhe të mësojnë historinë dhe të ruajnë gjuhën dhe kulturën për brezat e ardhshëm.